Në këtë video do bëjmë një self-care day. Sot është e diel, nesër është e hënë, fillon një javë, do jetë një javë e re, ndroi edhe ora, kështu që po. Është ora 11, un kam deri në orën 3 gjithkohon thime për të bë gati, për të bërë thojt, kujdes, pastrim, çdo lloj gjëje tjetër, kështu që edhe Lazrin, e kam sot Lazrin, kështu që po. Dhe do i marr me veten në këtë self-care day. Do ju tregoj se si do kthehemi nga kjo gjendje në këtë gjendje këtu dhe se si do t'i kthej këtë thoj nga kjo gjendje në këtë gjendje këtu. Unë flokët i bërë me pak vaj kokosi dhe tani do t'i lajm. Me flokët mbarova, tani do bëj direkt lazer dhe pastaj do dalim te skincare sepse para se të bëhet lazer nuk duhet që në fytyrë të ketë produkte, kremra domethënë, gjëra të tilla. Kështu që do ta bëj skincare mbas të bëj lazerin e fytyrës dhe po. Ky është the best. Ne me lazerin mbaruam, tani do bëjmë direkt skincare edhe hidratime të krahëve sepse bëra sjetullat, bëra fytyrën edhe krahët. Kështu që po, kam këtë serumin, këtë tester të serumit të Laneige dhe është shumë nice. Duket në fakt si pik uji me pak nuancë. Unë do t'rregoj edhe nga afër këtë sepse dua ta blej vet versionin tamam, edhe nëse humb apo nuk kam më tester apo ta shoh, s'paktën kem videon. Ky është kremi hidratues që unë përdor, është me bazë ujore dhe është shumë i mirë për pranverë, domethënë kur fytyra prodhon goxha yndyrë, sidomos unë. Edhe për dimër dhe vjesht përdor këtë që është më goxha më intens. Është seriozisht shumë i lehtë dhe nëse e gjeni në ndonjë vend, nuk e di, domethënë duhet ta bleni sepse për fytyrë të ndryshme është super. Plus dhe është dhe oil controlling, nuk ja u rëndon porët apo t'i prodhoj më shumë yndyrë siç keni, kështu që është okay. Tani kalojmë te thonjt.